Jam shumë i zhgënjur me Elonin, Musk shpërthen ndaj Trump. Pa mua, do t'i kishte humbur zgjedhjet. Elon Musk ka reaguar menjëherë pas deklaratave të presidentit amerikan, duke thënë se Donald Trump dhe republikanët e Kongresit do të kishin humbur zgjedhjet e vitit 2024 pa mbështetjen e tij. Pa mua, Trump do t'i kishte humbur zgjedhjet, demokratët do të kontrollonin dhomën e përfaqësuesve dhe republikanët do të ishin 51-49 në Senat, tha Musk në një postim në X. Musk po i përgjigjej deklaratës Trump në zyrën ovale sot se ai nuk kishte nevojë për miliarderin e teknologjisë për të fituar zgjedhjet. Do ta kisha fituar Pensilvanin pavarësisht Elonit, tha Trump. Jam shumë i zhgënjur me Elonin. Gjatë takimit në zyrën ovale në Shtëpinë e Bardhë me kancelarin gjerman Merz, Trump shprehu zhgënjimin ndaj kritikave të Elon Musk për projekt ligjin e tij kryesor të buxhetit. Unë dhe Elon kishim një marrëdhënie të shkëlqyer. Nuk e di nëse do të kemi më, tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë të njëjtën.